A e kuptoni ju se çfarë ka ndodhur dje në Amerikë apo se kuptoni më? Dje është bërë nami në internet se për herë të parë Pentagoni, ose siç njihet ndryshe Ministria e Luftës në Amerikë, ka publikuar për herë të parë video që s'janë parë kur nga publiku, dhe kjo fal një urdhri të presidentit Donald Trump, i cili ka thënë edhe më përpara që do të bëj publike çdo gjë sekrete me lidhje me alienët. Unë i pash ato video me thënë drejtën, nuk është se kanë ndonjë gjë të re, janë video që janë filmuar nga kamerat termike të avionëve kur kanë qenë nëpër misione, po ato që më bën më shumë përshtypje ishte një video e një gjë e të pa identifikuar në qiell që është filmuar në shtetin fshin me ne, Greqia, dhe një tjetër që ishte e pabesueshme me thënë drejtën, ishte një foto e misionit Apollo në vitin 1969, i cili në kraterin e Hënës kishte fotografuar 3 drita të çuditshme, po themi, në Hënë. E kuptoni ju, edhe unë kam parë nga këto objekte, edhe ti mund të kesh parë objekte, po kur e thot NASA, kur e thot FBI-a, kur e thot Pentagoni, atëherë gjëja është shumë serioze, sepse kemi të bëjmë me dëshminë e pilotave, që me thënë drejtën ju e dini çfarë shikimi kanë pilotat, arrin të shohin një mizë majt malin, madje edhe të janë numërojnë këmbët. Nuk është se duan t'ju mbushin mendjen juve që janë alien, por ato po thojnë, këto janë videot, vendosni vetë se çfarë po shikoni.